Vëllezër dhe motra, në ungjillin e të kremtes së sotme dëgjuam diçka shumë të rëndësishme. Kur i thonë Zotit se nëna jote dhe vëllezërit e tu të kërkojnë dhe të presin, a i thot diçka shumë të rëndësishme për të gjithë ne. Nëna ime dhe vëllezërit e mi janë të gjithë ata që dëgjojnë fjalën time edhe e bëjnë atë. Dhe nuk e kishte për ata që ishin prezent atje, ose më mirë të themi nuk e kishte vetëm për ata, e kishte edhe për të gjithë ne. Edhe ne kemi mundësinë që të jemi të afërmit e Perëndis, të jemi vëllezërit dhe motrat e Krishtit, me mënyrën që ai vetë na i tregoi, duke ruajtur porositë e tij dhe duke i bërë ato, duke dëgjuar fjalën e Zotit dhe duke qenë korrekt në zbatimin e saj. Dhe kur të jemi të afërmit e Krishtit, vëllezërit e motrat e tij, do të jemi dhe me njëri tjetrin, vëllezër dhe motra, dhe do të kemi dashuri për njëri tjetrin, dhe do të plotësojmë atë që na thot Zoti në ungjillin e tij, të mbajmë barën e njëri tjetrit, dhe kështu do të plotësojmë ligjin e Krishtit. Dhe jam shumë i gëzuar sot që jemi mbledhur vëllezër dhe motra, sipas porosisë së Zotit, dhe jo vetëm nga qyteti ynë i bekuar dhe me tradita, por kemi midis nesh sot edhe vëllezër nga qytetet të tjera, madje edhe nga shtetet të tjera, dhe më lejoni t'i falenderoj. Kemi vëllezërit tanë nga Kisha Ortodokse Amerikës, Atë Nikollën, me një grup të rinj i cili është duke marrë pjesë në kampin që organizon kisha jonë këtu në manastirin e Boboshticës, i cili me aq urtësi dhe ndriçim nga Perëndia na shpjegoi edhe kuptimin e të kremtes së sotme. Dhe gjithashtu kemi dhe një grup tjetër, po ashtu nga Amerika, nga komuniteti i shqiptarëve atje që përfaqësohet nga Diakon Spiro, të cilin dhe atë e falenderojmë që është sot këtu bashkë me ne në këtë gëzim së bashku me familjen e tij. Kemi këtu gjithashtu edhe kampin e vajzave që zhvillohet në Shën Joan Vladimir të qytetit e Elbasanit në manastirin atje. Dua t'i falenderoj edhe vajzat së bashku me drejtueset e tyre që zgjodhen dhe preferuan që të jenë bashkë me ne në gëzimin tonë, në gëzimin e Enoris dhe të qytetit tonë të sotëm. Gjithashtu edhe kampin e tretë të vajzave dhe të djemve që bëhen si tham në manastirin e Boboshticës dhe në manastirin e Shën Joan Prodromit, në ndrejtimin e Atë Grigorit, i cili ka shumë përgjegjësi në kishën tonë, përgjegjësi rinis, drejtuesi Radios Ngjallja dhe mbi të gjitha sekretar i sinodit tonë të shenjtë. Dua të falenderoj edhe etrit që ishin sot këtu bashkë me ne, psaltët që na i zbukuruan panairin, edhe të gjithë ju. Le të largohemi nga kisha me bindjen se jemi të afërm vëllezër dhe motra dhe bijë të Krishtit dhe nëpërmjet tij, në potirin e shenjtë bashkohemi dhe bëhemi vëllezër dhe motra me njëri tjetrin. Dhe ky mendim, kjo bindje, ky besim që bëhet shpallje dhe të na udhëheq gjatë gjithë ditëve të jetës sonë, dua të uroj në mënyrë të veçantë të gjithë ato që festojnë sot, anat që janë këtu me ne, ato që mungojnë dhe ato që janë larg, gëzuar dhe për shumë vjet. Nëna e nënës së Zotit le t'i ndriçoj dhe le t'i mësoj me lutjen e saj këmbgulse dhe me mënyrën e saj të fëmijëritjes sa kanë fëmijë, gëzuar dhe për shumë vjet të gjithëve.